Nëse vuani nga tensioni i lartë, pini një gotë nga kjo dhe i thoni lam të mirë. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje të zemrës, probleme me aftësinë e trurit dhe dëmtime të veshkave. Shumë njerëz që vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë, pagjumësi, marrëmendje dhe kontraktime muskulare. Por ju mund të përdorni edhe thjesht disa ushqime dhe produkte që i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra dhe limoni. Shtrydhja e lëngut të limonit në një gotë me ujë dhe pijeni çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limoni ka aftësinë të relaksojë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut duke ulur tensionin. Hudhra përmban substanca sulfurike që kanë aftësinë të ulin tensionin dhe largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin duke i zgjeruar enët e tyre.